Si e mendoni, ku ti shërben këta, po i shërben njëri tjetër apo secili ka atë hallën e vet? Të them të vërtetën, unë jam emigrant. Aq më mirë për emigrantët që e shifnin më ndryshe nga jashtë. Patjetër, po për çfarë përgjigjem për këta? Çfarë përgjigjem si për Ramën, si për Berishën? Çfarë përgjigje mund t'jap? S'ka të përgjigje. Nuk di çfarë t'jap për ta, se ne përderisa jemi emigrant, asnjë nga këta s'është interesuar për neve. Ku emigroni ju? Unë në Greqi. Si e shifni Shqipërinë, po zhvillohet, duke qenë se e shifni nga jashtë, si një lloj dritare le të themi. Të flasim të drejtën, pa ndërhyrje politike. Ndryshimet kanë ndodhur. Këto kohët e fundit, ndryshime ka. Ka ndryshime. Por jo ati që duhet. Se shohim ndryshime në Tiranë. Ku e shef ndryshimin në Tiranë? Ndryshimin në Tiranë, për shembull, vetëm ke qendra. Të futemi në rrugicat e Tiranës e në mbretësinë e Tiranës, katastrofë. I pas kanë lasur syt pak. Katastrofë. Kurse mesi i Tiranës, qendra e Tiranës, po. Kurse anë tjera, edhe të kapi qytete tjera, se ne po shikojmë emisionin, se unë ndjek, unë pse rri në emigrim, kam Digitalbin, që e ndjeki. Edhe shikoj fiksin, shikoj stopin, shikoj tak-fak të dorit e ati që u hap tani, i shikoj. Janë të gjithë, janë... Shjeton e shef? Jo. Nuk e... Në YouTube. Shqeto. Shjeto? Në YouTube. Në YouTube. Nuk Edhe e- ju aty do dilni tek Shjeto në YouTube. Shqeto YouTube do ta ndjek, nuk e kam emision i ri, besoj. Është në YouTube, vetëm në YouTube. Tani është Nuk del hapur në televizor. tani është hapur. Po. E po, Ka nuk e- 3-4 vjet që është hapur. Nuk e kam ndjekur, por gjithsesi do futem ta ndjek, Po Big Brother e ndjek? Jo, absolutisht. Po pse? Aty burrat bëhen gra, gratë bëhen burra. Jo. Kjo është ajo tema që... Kjo është ajo që... Po Basha që po kërkon të rikthehet politik, si po e shikon? Po e shikoj se është... I themi në Dibran, se unë jam Dibran, nga Frinera kthen Gzofin. Ku e shikon që fito Rama kthehet me Ramën, ose me Berishën harrohet tani që nuk ka vend. Nuk ka vend me Berishën. Pse prishi qefin Berishën kjo? Berisha është malsor, edhe unë malsor jam. Por Flasim për Ramën. na ka zhgënjur totalisht. Që të vjen mirë të vjen keq, na ka zhgënjur totalisht. Sigur po duket, sigur po i bën PR Ramës tani Basha me këto video që delën për rrjetet sociale, një herë me Unika Tilin, një herë me... Flasin sipas oreksjeve të tyre. Sikur t'ju vi ndërmend, flasin. Sot shajnë ty, nesër shajnë mu. Sot shajnë Ramën, nesër shajnë Bashën, e shajnë Berishën. A do fitoj ai Rama prap thua? E ka to ti se ka to, 100%. 100%, e? 100%. E meriton, sipas mendimit tënd? E mira ishte ta fitoj njeri, të ndryshoj. Adriatik Lapaj. Dëshira ime. Vota ime për atë shkollë. Unë kam aplikuar si emigrant, se ishte se unë dje kam ardhur, por kam aplikuar, se është ki aplikimi i diasporës, unë kam aplikuar për Adriatik Lapajn. Ishin të thjeshta këto aplikimet? Jo, mirë, të thjeshta. Po t'i di, po pa tjetër. Kishte njëri që të orientonte? Jo, kam djalin që merret në sporte, se unë nuk e njoh internetin as mirë, po kam djalin tak i thash Do aplikosh me se s'bën sepse do votoj Lapajn. Votuat? Telos. Jo. Jo. Kam bërë aplikimin, do vi letra, do e postoj. Kështu është ai. Doam një mendim shkurt për Big Brotherin. Se një fare. Si molla Big Brother është? Se një fare. Unë nuk e kam ndjek, as nuk e ndjek, as të parin, as ditin, as tretin, qanë ki, 4, 7, qanë është ki. Nuk e ndjek fare. Hajde. Qatë për Big Brother. Kur nuk e ndjek. Sarë me gjama, me në vesh të dy. E keni parë që merren vesh me njëri Po, tjetër? si që thorë,
Që merren vesh të dy, bëjnë biznes. Janë të dy brenda, do thonë, në Po. biznes. Ndajnë llomkat e tyre. Dajnë legët. Ndajnë e hikin dajt për pjestoj legët. Po, e ke parë kohët e fundit të Bashën edhe Ramën që bëjnë këtë... Po. Rama me Berishën i bëjnë pazaret. Pse vetëm Rama me Berishën? Rama me Berishën luan gjithë kohës. Po. Kush i ka? Këto kulla kush i ka? Ato i kanë. Ti s'ke ndonjë nga këto? Truni vet, ndark Bashën. Ti ku e ke kullën? Bëj si kuzhinë, bëj si kushan, njëri thot buf tjetri thot gjo tjetër. Nuk e di si të shkoj kjo punë. Në pa punë, pa lej, pa shpi, unë edhe shpi që ka pasë si kodër, ma nga mo këto hajdutët. Pse? Po se, thënë, nuk është e banushme. Unë dole me kërkuj, erët me kërkuj certifikat punësie, më thënë mund t'je pas e pa letra, shpinë. Realisht e kishe me letra shpinë? Po, të shi faktikisht, baba i me gjanë kanë po vetëm marveshje. Ti këtu, unë dhja tja. Ska letra shpia, është pa tha pli. Ju aktualisht jeni pa banes, pa pronë. Po, Ku jetoni? unë jetëm me qanë kënë studio, vaj Rinalias. Ku, të qa baneset? Ku strehojni? është palat për balë Ministrisë Kulturës. Me qera? Po, Po, duke që se u kam prishur shpinë, nuk ju kam paguar një... jo, ne hoqë dhe qanë ne hoqë Erioni. Nuk e di si do shkoj ka punë. Ku punoni? Ishtë pa punë jam. Me qa paguan qera? Si paguan? Pa e pagu djali me grunë. Nuk e di që të bëhet, që menohet. Nuk e di, ne po shumë këtu, që këtu njerëzit po i hikin. Rrethet herë janë përshëtis komplet si thonë. Nuk e di, pa punësi, Njerëz ka? njerë ka, po lëvizin, ka pa punësi. Ky që thot dhe ha fronde punë, kuj ka frondet e punës? Ma përpara ku punonit? Unë kam punu gjithë ne, punë zeshë kam po. I tham diktatorë e Rogjës, i thoja sotun edhe diktatorë e vetë prapë, kur t'ishe zvize Kroaci. Sot vetëm zhgënjim, 34 vjetë, me popullin shqiptar, me të persekutuarit, me pronat legjitim. Prona është e shenjtë, po këta nuk din, këta janë palaço.